Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tonë të YouTube-it, Gjeni e Gjuli, unë jam Gjeni. Sot do më gjeni vetëm, pasi mendoj se ka ardhur koha, që ka goxha kohë që ju detyrohemi distojnëzave, ju kam borxh me distojnëzave një video për pyetjen që më së shumti më bëhet që kur kam hapur rrjetet sociale. Më e shpeshta, po thoj se çdo ditë më bëhet kjo pyetje edhe në mesazhe private, në DM, më vjen si pyetje. Lidhja jote në distancë. Që tani më nuk mund quhet as lidhja, por martesa jote në distancë. Pse, qysh, tek, sa, si, gjithë të pyetje, gjithë të dëshime, dhe realisht nuk e kam pritur në momentin që fillova ta trajtoja si temë në rrjetet sociale, nuk mendoja që do krijon të këtë lloj kaosi, saqë deri në fakt pikë jam detyruar që disa video t'i bëj private, sepse njerëzit harrojnë që duke ndërhyrë sjellin një lloj negativiteti dhe faktikisht pa ishte imi që e trajtova, por në naivitetin tim nuk mendova që do bëj një temë kaq e madhe sepse nuk e dija që njerëzit do të çuditeshin kaq shumë për një lidhje në distancë. Realisht mendoj se nuk e kanë shumë të qartë që ka shumë njerëz që janë në lidhje në distancë, edhe nga shtete që ata nuk e besojnë, për shembull shqiptarit në një farë pikë idolatron Amerikën, por edhe ata janë goxha në distancë si çifte, sepse shtetet e tyre janë në distancë, është një vend gjeografikisht goxha i madh dhe i shpërndar dhe nga një shtet në tjetër duhet marrësh avione, kështu që dhe ata janë në distancë, plus në Europë, plus shqiptarët, kështu që ka lidhje në distancë, nuk janë diçka wow sa e çuditshme dhe jo sigurisht që nuk jam e vetmja, e as e para, përkundrazi. Por ndoshta njerëzit nuk janë mësuar për që dikush të flasi kaq haptas dhe të jetë kaq qetë, sepse nëse ka diçka për mua, është që unë jam e qetë për sa i përket martesës time në distancë. Të trajtojmë një nga pyetjet, dyshime, do të them, pse je në distancë. Atëherë, kur unë dhe bashkëshorti im kemi filluar të njiheshim, ne kemi qenë në distancë që në fillim, njëja jon ka qenë rastësore, nëse nuk e dini, bashkëshorti im është vllai nusës dajes tim, pra kunata ime është dhe nusja dajes time. Mbasi jemi njohur, mbas disa vitesh njohja filloi të ishte pak më personale, le të themi, nuk ishte më kunati dajes, u bë një njohje pak më me interesa private, personale. Filluam njohjen diku të 6 muaj para se unë të vendosja të thoja prindërve të mi. Kështu që kur filloi kjo gjë, nuk e dija që do transformohej, le të themi, në dashurinë e jetës, nuk mendoja që sepse kur e nis një njohje kështu krejt rastësisht me shaka me gjëra, nuk mendon kurrë që do të transformohet ndonjëherë në këtë dashuri të madhe, që u transformua dhe na kapi pak pa përgatitur, le të themi të vërtetën. Unë për gjithë njerëzit. Va bene. Ronaldo. Atëherë, siç po thoja, në momentin që e zyrtarizuam në sensin, unë i thash prindërve të mi dhe ai tha prindërve të vet që shiko, po njihemi, në këtë sens, në këtë kuptim, që çdo gjë u bë më konkrete, ishte më në fund mund ta thoja që kisha krijuar ndjenja për këtë person dhe kështu unë në ato vite kisha nisur praktikën për nënshtëtsinë italiane. Është një temë që për këtë nuk jam gati të flas për nënshtëtsinë time italiane, sepse më në fund erdhi, po vjen, është këtu, më mungon vetëm data, por dhe gjithmonë jam kapur mbas asaj. Okej, do marrë në shtetësinë dhe do bashkohem, do ikim në Angli, do marrë në shtetësinë dhe do ikim në Angli. Ndërkohë ne takoheshim o në Angli, o në Shqipëri, ose në Itali, ose në ndonjë shtet tjetër, kështu që kishte dhe ato bukurinë e vet. Lidhja në distancë unë nuk e shifja si këtë përbindës që disa njerëz e shihnin edhe më pyesnin, unë edhe rreth e rrotull meje, përveç rrjeteve sociale, kisha shumë njerëz që më thonë, "Ua, po si duron, ua, po lidhen distancë akoma edhe sa." Unë nuk e shih, as unë as partneri im, burrim, nuk e shihnim si këtë përbindës, sepse realisht ne takoheshim dhe takohemi çdo 2 muaj. Distanca e vetme e madhe që kemi pas në dy ka qenë gjatë pandemisë, që ka qenë 7 muaj, sepse për arsye që dihet, nuk mund të udhtonim. Për ndryshe ne takoheshim 1 muaj e gjys, 2 muaj e gjys e shumta. Dhe ishte gjithmonë, nuk ishte një takim 2-3 ditë, por ishte gjithmonë 2 javë. 10 ditë, 2 javë, madje ka ndodhur 1 muaj, ka ndodhur 2 muaj e gjys që qëndronim bashkë. Kështu që nuk ishte në mendjen tonë ky përbindësh që
nuk po them që po përpiqesh njerëzit ma bënin, por që ndjeja rreth për qark meje të ishte. Kështu që unë kapesha me këtë ide, do marr në shtetësinë, edhe sa herë që ai më thoshte, o Xhensi, të bëj vizën, domethënë bashkim familjar. Jo. Edhe mbasi bëra dasmon, unë thosha jo, në atë kokfortësinë time, e di që kokfortësia ime, unë jam goxha kokfort, kokfortësia ime të çojë në këtë situatë, që të zgjatoj më shumë se ç'duhej. Dhe nëse ka diçka për burri im, është që është goxha respektueshëm i mendimeve të mia kur unë këngul fort për to. Okej, më thot disa herë, sigur, shiko, kështu, por nëse unë shkoj me forcë i bi murit me kokë, them jo, kështu, e respekton. Dhe siç e thash, e marr plotësisht faj me distancave, përgjithësinë që arritëm kaq vite në distancë, pasi do bashkohemi, për një mori që pasaporta ime nuk doli, në shtetësia ime nuk doli, u detyrova të rinis çdo gjë nga fillimi, arritëm në distancën kështu, në kaq vite. Unë dua të them që distanca nuk është për bindësh. Mua marrëdhënia në distancë më ka rritur shumë si person. Mua marrëdhënia në distancë më ka pjekur në një mënyrë që nuk e mendoja kur që do më prek. Do më rriste psikologjikisht, shpirtërisht, nuk e mendoja kur që do të transformohesha. Nëse ju pyesni njerëzit që e njohin shpirtin tim, e njohin mua si karakter, që janë me mua 24 në 24, do thonë, Gjeni gjatë fillimeve të lidhjes, se Gjeni tanishme ka një ndryshim total. Më ka bërë akoma më shumë besim, unë kam qenë person me vetbesim të fortë, por më ka bërë akoma më shumë vetbesim, më ka rritur besimin te partneri. Unë nuk kam qenë person xheloz. Dhe nuk jam person xheloz, dhe mendoja se thellë kisha këtë frikën, se thoja po lidhja në distancë do më bëj person të fiksuar, person të xhelozia ku i jepse, jo. Besimi dhe komunikimi që kam pasur me partnerin tim ka bërë që unë atë mungesën e xhelozisë që kisha, që e kam si person, sepse nuk jam për asnjë gjë në jetë, nuk jam xheloze, të vazhdoja ta kisha dhe akoma më të fortë, dhe të isha akoma më krenare për këtë lidhjen tonë në distancë për ne dy. Jam pjekur sepse nuk më lëndojnë më fjalët që mund të thonë tjerët. Njerëzit do flasin, do i gjoni kudo. Nuk më lëndojnë më. Sepse unë e di me kë janë martuar, ai e di me kë është martuar, unë e di si është lidhja jonë, unë e di bisedat tona, e di me kë janë. Okay? Kështu që automatikisht kur njerëzit do gjesh zhurma të ndryshme, unë jam i qetë, unë e bëj gjumin e qetë, sepse kam arsye të jem i qetë. Normalisht unë nuk mund të them që çdo gjë ishte rrugë me trëndafila, nuk kemi zënë asnjëherë. Jo. Si çdo çift, nuk mund të vi askush më thotë që shikon jetoj me burrin tim, ne nuk zihemi asnjëherë. Jo. Çdo çift zihet. Në distancë apo jo, në distancë apo në shtëpi, çdo çift zihet. Çdo çift ka debate, çdo çift ka zënka. E rëndësishme është ti te kalosh. Dhe të njëjtin gjë e bëjmë dhe ne dy, i te kalojmë. Unë madje do guxoja të thoja që duke qenë në distancë kishte një përfitim. Se mund të mbyllje telefonin dhe të mendoje të nervin, ta shfryje dhe ta kaloje duke mendu, okay, pa ndonjëherë kur përpiqesh që ta zgjidhësh debatin më shumë, gabon. Kur e shtyn më shumë, gabon ndonjëherë, se i bie një muri që ndonjëherë ta kokon. Kështu që në moment që debati bëhej i tepërt, ose unë ose ai bënim një step mbrapa, dhe kjo gjë ka përmirësuar kapacitetin ton të komunikimit. Si ai dhe unë nuk jemi më të njëjtat persona si që jemi futur kësaj lidhjes. Jemi përmirësuar shumë në komunikim, jemi përmirësuar shumë në kuptimin e njëri tjetrit. Unë arri ta kuptoj kur faji është i imi, ai arrin ta kuptoj kur faji është i tij, dhe arrin të kuptojmë çfarë kemi nevojë të dy gjatë një bizete ose gjatë një çfarë do lloj mbështetje të mundshme. Marrëdhënia në distancë nuk është ndryshe nga për të heqësh distancën, është e njëjta tipologji martesës si me një person që flet. Hiqje distanca është si çdo gjë normale.
Unë një gjë i kam kërkuar bashkëshortit tim që gjithmonë të jetë i gjendshëm. Në sensin që unë kam nevojë të marr në telefon 4 mëngjesit, 3 mëngjesit, në 2 mbasdites, në 7 mëngjesit, unë dua ta di që ai është aty. Dhe telefoni i bashkëshortit tim është gjithmonë i ndezur, siç është i imi. Siç ka ai kërkesat e veta ndaj meje, unë kam kërkesat e mia ndaj tij, dhe kjo gjë krijon bashkëbisedim, kjo gjë krijon skuadër, kjo gjë krijon një çift me bazament fort, kjo gjë krijon besim, kjo gjë krijon një martesë të shëndetshme. Jo vetëm të telefonin, në momentin që unë i them, Kel, du të vish këtu, për filan arsye, për kështu, kam nevojë të vish këtu, mbas 2 orësh më vjen bileta, shiko, vi në këtë filan datë. Kjo gjë nëse unë e them gjithmonë që ne shqiptarët nuk martohemi vetëm ne si një çift. Gabimisht ndoshta martohen edhe familjet. Njihen, duhet të japësh rëndësi dhe familjes ku shkon. Dhe martesa në distancë ka bërë që Keli, me krenari më të madhe them, ka njohur dhe ka krijuar një marrëdhënie shumë të mirë me prindërit e mi, me motrën dhe vllajin tim, me njerëzit e mi të rëndësishëm, sepse nga që duhet vinte, qëndronte, kur vinte në Itali, qëndronte në shumicën e rasteve në shtëpinë e prindërve të mi. Kjo ka kriju bashkëbisedim me ta, një raport me vllajën dhe motrën time si shok, si një vllaj i madh, me prindërit e mi si një fëmijë. Të njëjtën gjë dhe unë me prindërit e tij. Duke qenë se kur shkonim në Shqipëri në të njëjtën mënyrë, siç vinte ai këtu, shkonim dhe në Shqipëri dhe unë kam krijuar raportin me vjerrin time. Dhe këtë gjë unë e konsideroj një bekim, që besoj nuk do e kisha nëse unë do transferohesha direkt në Angli, sepse do toja më pak, normalisht sidomos në shtëpinë e prindërve të mi. Unë si Gjen, në lidhje në distancë, nuk jam ndjer asnjëherë më pak. Le të themi në fillim kam pasur dyshimet e mia, sepse siç e thash, zhurma e zërave të njerëzve në fillim ka qenë më e fortë se zhurma e fjalëve që i thoja vetes time dhe partnerit tim. Kam pasur dyshimet e mia, thoja a vlen, thoja a mundem të jetoj në distancë, unë që jam që person që ka nevojë për siguritë e veta. Dhe po, unë jam shumë e lumtur martesën time, jam një person që them, nëse rikthehem mbrapsht, më jep një mendësi e dytë, do i ribëja nga fillimi me të njëjtin person. Kemi kriju një raport me bazament goxha të fortë. Dhe me zënkat tona, dhe me të mirat tona, dhe me të këqijat tona, kjo gjë na ka bërë të dyve të ndryshojmë për mirë, të rritemi, të kuptojmë shumë veten, të kuptojmë shumë edhe njerëzit. Të kuptoj ku çalojnë disa marrëdhënie, kush më do të keqen, kush më do të mirën, kush më thot më të mirë, sepse njerëz jemi, nuk mund të them, kështu që nuk mund të them që jam njeri pa njeri dhe nuk dua të kem njeri. Por kam arritur të kuptoj që jo të gjithë njerëzit dua t'i kem afër, jo të gjithë njerëzit më bëjnë mirë. Marrëdhënia në distancë nuk duhet të jetë gogol. Sidomos në ditët e sotme kur ka shumë mundësi, interneti, udhëtimet, çdo gjë. Nuk është më marrëdhënia në distancë sot siç ka qenë në vitet 90. Njerëzit mendoj që shumë që çuditën, harrojnë që nuk duhet presësh bashkimin familjar, vinte një herë në vit, ose një herë në 2-3 vite. Ka ndryshu kohët. Okej? Unë doja dhe gjithashtu të thoja që nuk gjykohet më diçka në bazë të çfarë ke ditur. Para se të gjykohet dikushi ose diçka, duhet pyetur, duhet të informohesh. Ndoshta fola shumë, ndoshta fola pak, ndoshta s'ju dhash asnjë përgjigje, ndoshta ju shpjegova gjithë dyshimet. Gjithsesi, shumë faleminderit që pyetjet kur më bëni me mirësi edhe më të madhe dhe gjithmonë gjej suport për çdo lloj gjëje që bëj dhe unë dhe motra ime në rrjetet sociale. Shumë faleminderit. Shpresoj të ketë pëlqyer kjo video. Mendoj se ju kisha për detyrë për një kohë goxha gjatë. Shihemi në videon rast, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, gjithmonë. Ndani mirësi që të merrni mirësi. Paqim.